Së fundi janë kemi publikuar si gjykatë, si institucion të dhënat statistikore për sa i përket dënimit të miturve për vepra të ndryshme penale. Sa i përket këtyre të dhënave, si e curia ndër vite e përfshirjes së të miturve? Në qoftë se ne i referohemi të dhënave statistikore të 2 viteve të fundit, që tashmë janë vitet e plota kalendarike të vitit 2022 dhe 2023, konstatohet që ka një rënje në ndukje të verave penale dhe dënimeve të kryera nga dënimeve për të miturit në konflikt me ligjin. Rënja është e ndjeshme me përqindje rreth 40-50%. Në fakt, ajo që duket sikur ka një rritje të përfshirjes së të miturve në konflikte të ndryshme apo në vepra të ndryshme penale. Në perceptim publik, arsyeja pse statistikat e gjykatës janë të tilla, nisin nga një sër faktorësh. Kryesisht janë faktor ligji, që do thotë jo të gjitha rastet ku të miturit në konflikt me ligjin përfshihen në vepra penale ose në veprime të kundërligjshme, përfundojnë me gjykim në gjykatën Elbasan në raste konkrete. Pasi Kodi i drejtësisë penale për të mitur, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2018, është parashikuar si risi shmangja të miturit nga dënimi, që do të thotë që i mituri për një kategori veprash penale, për të cilat parashikon ligji deri në 5 vite burg, dhe nuk ka qenë i dënuar më parë dhe plotëson kriteret e tjera që pranon veprën ose ka dyshim të arsyeshëm për kryen e veprës penale dhe pranon faktin penal, ekziston shmangja nga dënimi, që është një lloj mundësie që jepet të miturit dhe kjo shmangje realizohet që në organin procedurës, që në organin prokurisë, dhe është organi prokurisë që vendos mos fillimin ose pushimin e procedimit penal për të miturin kur është regjistruar procedimi penal ose mos fillimin në rastet kur nuk është të regjistruar një procedim penal për të miturin. Dhe kjo pastaj ndikon edhe në statistikat të cilat prodhohen nga gjykata për dënimin e të miturve. Duhet të kemi konsideratë të miturit në gjykatë. Dënimet për të miturit në gjykatë janë raste specifike dhe gjykata është institucioni i fundit, është organi i fundit që merret me drejtësinë penale për të miturit. Pasi ligji i ka dhënë shumë rëndësi faktit që i mituri të korrigjohet dhe të jetë shoqëria që ta korrigjojë dhe jo të dënojë dhe të jetë në të ardhmen një person me precedent penal ose një person që mund t'i prishet karriera ose ecuria e tij profesionale ose shoqërore. Për shkak të përfshirjes së tij në mënyrë rastësore ose në mënyrë të parë një vepër penale e cila nuk ka në parashikim ligjor, nuk ka një masë dënimi shumë të rëndë. Kur i referohet perceptimit publik, marr parasysh gjithashtu edhe statistikat e përditshme që sjell policia pra të përfshirjes së të miturve. A mos është për shkak të këtyre lehtësirave që ligji me të drejtë parashikon për të mitur që ka ndikuar në një rritje të numrit të përfshirjes së tyre në vepra të ndryshme penale me atë idenë që një mitur nuk dënohet dhe lehtësohet? Tani ideja që një mitur nuk dënohet dhe lehtësohet janë dy koncepte të ndryshme, pasi i mituri kur arrin moshën përgjegjësi penale që është 14 vite për krime dhe 16 vite për kundërvajtje penale, sipas kodit penal dhe kodit drejtësisë penale për të mitur, janë parashikuar në mënyrë specifike dënimet për të miturit ose mënyra se si zbatohet dënimi për një të mitur, që do të thotë perceptimi që i mituri nuk dënohet, nuk është ligjor. Lehtësitë që parashikon kodi i drejtësisë penale për të miturit janë pikërisht ato që neve themi që i mituri nuk del në një vendim dënimi përfundimtar të gjykatës dhe konstatohet pastaj në pjesën e statistikave të gjykatës sikur se theksova më lart. Megjithatë, dua të sjell në vëmendje që gjatë këtij viti, akoma 2024, konstatohet që në gjykatën e Elbasanit ka patur edhe ngjarje, ka patur edhe gjykime për të mitur në konflikt me ligjin për ngjarje të rënda të kryer kundër jetës dhe shëndetit personave të kryer në bashkëpunim, dhe që do thotë statistikat nuk janë as të bazuara pasi duhet të merremi jo vetëm me statistikat e gjykatës, por të merremi me statistikat e gjithë organeve që merren me administrimin e drejtësisë penale për mitur. Policisë, prokurorisë gjithashtu. Cilat janë veprat penale le të themi më të rëndomta, më të shpeshta, më të cilat përfshihen të miturit dhe pastaj cilat janë ato më të rënda? Po konstatohet që veprat penale që ne më të shpeshta dhe që zakonisht vinë para gjykatës janë vepra penale që kanë të bëjnë me drejtimin në jetën në mënyrë pa rregull ose
vera penale ndaj pasurisë, vjedhja, ose vera penale në fund familje ndaj që kryet sipas 138 kodit penal. Megjithatë dua të theksoj diçka. Këto vera penale të rëndomta ose më të shpeshta që vinë përpara gjykatës janë raste të cilat janë të përsëritura, që do të thotë që një mitur nuk është që i mbrojtur në të gjitha rastet. Nuk është i mbrojtur. Jepet vetëm një mundësi. Vetëm mundësia e parë është për shmangje dhe pastaj kur kalon pjesën e mundësisë së parë për çdo verë penale, për çdo kundërvajtje penale, për cilën është shmangur ose është aplikuar shmangje për këtë mitur, pastaj çdo veprim tjetër kundërligjshëm përfundon në gjykatë dhe merr dënim sipas vendimit të gjykatës me një nga llojet e masave dënimit ose aplikimin e dënimit alternative ose drejtësisë restauruese parashikohen kod drejtësisë penale për mitur. Ndërkohë, vendet e vuajtjes së dënimit të miturve. A ka Shqipëria vende të posaçme të vuajtjes së dënimit për sa i përket të miturve, le të themi institucione riedukimi? Po, Shqipëria në kuadër të përmbushjes të detyrimeve ligjore që ka për shkak të angazhimit të saj për të andarësuar në Bashkimin Evropian, por për shkak të Konvencionit Evropian të Drejtë të Njerëzit që kemi tashmë të ratifikuar dhe vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtë të Njerëzit, Shqipëria ka institucione posaçme që merret me ridukimin e të miturve në rastet kur masa e dënimit ose masa e sigurimit është ekstreme për të miturin, do të thotë arrest në burg ose një masë dënimi në burgim, dhe ka një institucion të posaçëm, pasi edhe legislacioni shqiptar dhe legislacioni kombëtare ka parashikuar që i mituri nuk mund të jetë të vuajë dënimin në një institucion me të rriturit ose me pjesët me personat e tjerë të cilët nuk e përkrasin kategorisë të miturve. Në këto kushte vlerësoj që ka një institucion të posaçëm. Tani, nëse ka institucione të tjera të specializuara që merren me administrimin e drejtësisë penale për të mitur, sikurse është para kodit të drejtësisë penale për të mitur ka parashikuar mbikëqyrjen dhe mbikëqyrja mund të realizohet nga institucione përkatëse, ka nisma shumë të mira edhe për shkak marrëveshjeve që janë zhvilluar në mes të institucioneve saktuara, Ministrisë së Drejtësisë apo marrëveshjet me shërbimin e provës, marrëveshjet me organizata jo fitimprurëse ose organizata që operojnë në Republikën e Shqipërisë për të bërë të mundur edhe një krijimin e institucione të posaçme jo për të vuajtur dënimin të miturin, por për ta mbikëqyrur të miturin dhe për ta reintegruar të miturin në shoqëri. Dua të them që qëllimi i legjislacionit shqiptar, ligjit penal për të miturit, nuk është dënimi i të miturit, por është korrigjimi i sjelljes së të miturit dhe parandalimi i kriminalitetit duke korrigjuar sjelljen e të miturit. Që do të thotë primare në sipas kodit të drejtësisë penale për të miturit, dhe të gjithë drejtësisë penale për të miturit është interesi më i lartë i fëmijës, një interes që tashmë është postulat i shtetit parashikuar si nga Konventa Evropiane e Drejtë të Njerëzit, konventa për e fëmijëve, si nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, dhe në çdo rast të gjitha organet që merren me drejtësinë penale për të miturit do të kenë në konsiderat, do të mbajnë në konsiderat faktin që interesi më i lartë i të miturit nuk është thjesht dënimi i tij dhe statistika për dënuar një të mitur, por është korrigjimi i sjelljes së tij dhe ky mitur të bëhet i vlefshëm për shoqërinë e të ardhmen dhe në këtë mënyrë parandalohet dhe rrjeja kriminale dhe rrjeja e kriminalitetit në të ardhmen kur të bëhen të rritur, që do të thotë ne duke korrigjuar, duke evidentuar që në momentet e para të miturit, cilët kanë prirë për të përfshirë në vepra penale dhe duke korrigjuar sjelljen e tyre, ne parandalojmë në të ardhmen vepra penale të kryer nga të rriturët që pastaj nuk aplikohen. Janë edhe më të rënda. A funksionojnë të gjitha instancat në gjykimin tuaj në përditshmërinë e eksperiencën tuaj gjatë gjykimit të një të miturit? A funksionojnë dhe a janë efikase të gjitha instancat, siç janë strukturat për mbrojtjen e të miturve, psikologët në shkollat, psikologët e institucioneve gjithashtu? Po. Tani dua të them diçka pas të përgjigjem kësaj pyetje. Një mitur deri në moshën 18 vjeçare, si rregull, dhe tash është e ditur, do të jetë në bankat e shkollës gjatë kohës normale të ditës. Dhe pastaj do të jetë në ambientin e familjes, si më shoqërinë e tij në afër familjes e mbikëqyrur nga familja. Dhe nuk e nis pa dashje në këtë pikë. Problemi më i madh që konstatohet ose evidentohet nga ana ime të paktën, është mungesa e evidentimit të miturit
që ka një prirje ose ekzistojnë të dhëna që mund të përfshihet në veprimtari të ndryshme. Dhe kjo evidentimi i të miturit duhet të bëhet fillimisht nga shkolla. Shkolla institucioni ku me anë të psikologëve, ose dhe profesorëve, ose dhe stafit të shkollës, të evidentojë këta të mitur. Të them ka dështuar, nuk e them dot që ka dështuar, por mendoj që jemi në fazët e para të aplikimit të kësaj rrisie të parashikuar tashmë në legjislacionin shqiptar, dhe vlerësoj dhe mendoj që me trajnime të duhura për psikologët e shkollave, fillimisht dhe për stafin e shkollave, mund të kemi më tepër mundësi për të parandaluar ose për të funksionuar më mirë për në drejtësinë penale për të miturit. Pastaj duhet të them diçka tjetër. Unë problematike si gjyqtar nuk shikoj vetëm rastin e parë të evidentimit të miturve, por shikoj raste ku një mitur përfshihet në veprimtari kriminale është të shmangët ose dënohet nga gjykata, dhe përsëri ky mitur paraqitet në organet e drejtësisë për kryer vepra të tjera penale. Dhe në këto raste vlerësoj që është gjithë sistemi ai që dështon. Nuk është vetëm shkolla, por është familja, është organi procedues, është edhe gjykata, është edhe pjesa sociale rreth tij, që nuk ka arritur të marrë masë që ky mitur të rindërgohet dhe të korrigjohet, por është përsëri pjesë e veprave penale dhe pjesë e drejtësisë penale në gjykatë. Ka vajza të përfshira në vepra të ndryshme penale dhe kryesisht për çfarë veprash penale? Po, Madhëmendja që numri është më i pak. Numri i vajzave që të mitura që përfshihen në vepra penale është normalisht krahasimisht më i pak se sa i të miturve ndjen. Por në vepra penale të paktën me sa mund të them unë që përfshihen zakonisht të vajzat e mitura, kanë të bëjnë me vepra penale drejtimit të automjetit në mënyrë të parregullt, që janë vepra penale të cilat edhe për shkak të moshës së tyre, në moshë adoleshente, mund të marrë një automjet për të drejtuar pa leje drejtimi, dhe kjo pa lejen e prindërve ose duke gënjur prindërit dhe duke marrë automjetin për dalë në shoqërinë e tyre dhe për ta ditur se çfarë nga këto pjesa e moshës së tyre. Kjo është ajo që kam konstatuar më shumë, ndërsa viktima e veprave penale të mitur konstatoj që ka një numër të lartë vajzash dhe kryesisht janë për krime seksuale ose për përndjekje, që është një fenomen goxha shqetësues në kohët e fundit. Faleminderit. Faleminderit juve.